أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالمدريم ذا الأذراطات إتاكوين الله جل جلاله صلاة سلامة qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Transmeton Imam Muslimi një hadith nga Ebi Amri apo Ebi Amrata Sufjan ibn Abdillah al-Thaqafi, i cili ka thënë: Thash, o i dërgori Allahut, më trego mua në Islam, më thuaj mua në Islam një fjalë e që nuk do të kem nevojë ta pyes dikan posteje. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Qul amantu billahi thumma istaqim. I tha, thuaj besova në Allahun, pastaj qëndro. Thuaj besova në Allahun, pastaj qëndro. Ky sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kësi raste nga sahabët kemi të shumta ku ata kërkojnë diçka shkurt, gjithë përmbledhse prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, kemi hadithin e Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, kur i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, ma tregon një punë e cila më fut në xhennet dhe më largon prej zjarrit të xhenemit. Shkurt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon me fjalë të shkurta, me një hadith, ja përmbledh komplet këtë çështje, a kjo çështje është komplet një jetë. Komplet jeta, qëllimi, investimi i njeriu këtë dunjë është më shpëtu prej zjarrit të xhenemit, mu fut xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Apo ai sahabiu tjetër i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, dispozitat sheriatike janë shtu, janë bërë shumë, simbolet e Islamit janë bërë shumë. Trego diçka me të cilën më lehtësohen çështjet. Kuptimi i hadithit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Let jet gjuha jote e lagur me përmendjen e Allahut. Dhe këtë të hadithe të këtij stili janë hadithe përmbledhse. Mirë po këto komplet feja. Çka tha Qadi Iyad, Allahu më shëroft, tha hadha min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith shkurt është. Thuaj besova në Allahun, pastaj qëndro. Ky hadith është prej fjalëve gjithë përmbledhse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh është kjo fjalë gjithë përmbledhse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu mi ka dhënë mu 5 gjana të cilat nuk ja u ka dhënë pejgamberve para meje. E ka dallu Allahu pejgamberin me 5, transmetim tjetër me 6 gjëra. Një prej këtyre 5 gjërave apo 6 gjërave është se Allahu ja ka mundsuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fol shkurt, ama me kuptim gjatë. Dhe një prej këtyre haditheve shkurt me kuptim gjatë është ky hadith. Thuaj besova në Allahun, pastaj qëndro. Kto këtë feja komplet. Prejte fjala e Allahut subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin në Kur'an, deri te fjala e Allahut minal jinnati wan nas në surën Nas, ajeti i fundit. Dhe prejte hadithi i parë, përgjithësi që dietar të shënon për librat e hadithit, innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas niyetit, dhe hadithet e fundit që ka përmendur dietar në librat e hadithit komplet. Ky legjislacion islam është i përmbledh, është i përfshim të çka hadith.
Të që fjali, shkurt, thuaj, besova në Allahun, pastaj qëndro. Thot Ibn Rajab, al-istiqama, qëndrueshmëria, thot është ecja në rrugën e drejtë. Ajo është feja e vërtet, e cila nuk e lajthit njeriu nga e djathta apo nga e majta, e cila i përfshin veprimin e punëve të mira, të gjitha, të jashtme dhe të mbrëmshme, braktisjen e ndalesave të gjitha, fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisal ad-din kulliha. Dhe kjo këshill e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka përmbledh fejen komplet. E ka përfshi fejen komplet. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një prej mugjizave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e ka veçuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se në këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam flet fjalë të shkurtra, kurse ka përmbledh komplet fejen. Ajo është veprimi i obligimeve, veprimi i punëve vullnetare, largimi prej harameve, largimi prej të urryerave, edhe cilësimi dhe zbukurimi me akhlakin dhe moralin që Allah në ka mësuar në Kur'an dhe Sunet. Komplet feja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është në këtë hadith. Për këtë shkak kanë thënë dietarët, la yutiquha illa al-akabir. Qëndrueshmërinë nuk mundën me post njerëz e mëdhej. Qëndrueshmëria apo vazhdueshmëria në besimin në Allah subhanahu wa taala, në realizimin e fesë Allah subhanahu wa taala është çështje madhështore dhe për këtë shkak Allahu xhalla xhelaluhu ka rëndit, ka plasu, ka pregadit shpërblime të mëdhaja për ata që janë të qëndrueshëm. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Dhe tha Allahu në surën Ahqaf, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Në ajetin e parë tha Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët thonë Zoti jon është Allahu, pastaj janë të qëndrueshëm. Në momentin e vdekje u zbresin me laçet, grupe dhe u thonë, mos u friksoni dhe mos u mërzitni dhe përgozohuni me xhenetin të cilën Allahu e ka përgatitur për juve. Dhe tha Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët thonë Zoti jon është Allahu, pastaj janë të qëndrueshëm, për ata nuk ka frikë dhe për ata nuk ka mërzi. Do të janë të sigurt. Kush ka frikë dhe kush mërzitet, ai që nuk ndjen siguri. E kush e ka cilësinë tjetër, ai që është i sigurt. E kush është i sigurti, ai që beson në Allahun dhe është i qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. E çka do të thonë qëndrueshmëria? Do të cekim në vazhdim. Tha në hadith, kulli fil islami. Më tregon një fjalë në islam. Më tregon mua në islam. Çka është feja islame? Na të gjithë themi se jemi të fesë islame, apo? Mirë po, në qoftë se kjo pyetje i parashtrohet njerëzve, me na dhoni farë definicioni për fenë islame, nuk dim me dhon pjesë e dërmuese e njerëzve. Edhe pse shpresojmë që në aspektin praktik e kanë, por në aspektin teorik nuk e dim. Nuk e dim definicionin vetëm. Çka është Islami? Islami është al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi ose wal-khulusu min ash-shirki. Islami është dorëzim ndaj Allahut me tauhid. Me ju dorëzu Allahut. Çka do të thonë me ju dorëzu Allahut? Që tek vazhdim i vëntemi Allah më shiroft. Me ju dorëzu Allah do me thonë gjithë shka që të bëjsh ti në jetë
me e bë në përputhshmëri me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe me dëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është feja komplete. Dorëzimi kjo, me u dorëzu Allahut me tauhid, me njësim, me njësu Allahun në adhurimet tona. Walinqiyadu lahu bit-ta'a, me u nënshtru Allahut me ibadet dhe me shpëtu prej shirkut dhe mu distancu prej shirkut dhe vepruesve të shirkut. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala: inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Dhe tha Allahu: wa man yabtaghi ghayra al-Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Feja të ajeti par, feja e vetme e pranuar, feja e vetme legjitime te Allahu është Islami, feja Islame. Dhe tha Allahu: wa man yabtaghi ghayra al-Islami dina, ai i cili synon një fe tjetër pos Islamit, fala yuqbala min, nuk kam ju pranua. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, dhe ai në botën tjetër do të jetë prej të shkatruarve. Do me thamë, kush don, kush synon ndonjë fe tjetër jashtë Islamit, atij si pranohet Allah. Çka do që të banë, çka do që të vepron, sa do që të mundohet, është jo legjitime dhe e pa pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Tash na themi, çka do me thonë fjala fe? Çka do me thonë fjala din? Këtë që e ceki tani, e kemi cek disa herë, po nevoja është shumë e madhe mu vazhdu kjo mu cek. Nevoja është shumë e madhe kjo mu përsërit. Për shkak të keq kuptimit, apo për shkak të ignorancës se një pjesë të dërmuese të njerëzve rreth këtij realiteti. Fjala din, inne dine, me të vërtet dini legjitim të Allahu është Islami. Fjala din do të me thonë sistem. Fjala din, fjala fe do të me thonë sistem, do të me thonë metodologji, do të me thonë rrugë, do të me thonë mënyrë e të jetuarit. Islami si fe e shpallur dhe e zgjedhur për neve prej Allahut subhanahu wa taala nuk është mësim i cili na mëson neve x adhurime që duhet me bëjmë besimtari. Islami nuk na mëson neve vetëm çish me fal namazin, apo kur me shku në haxh, apo kur fillon dhe mbaron Ramazani, çka e prish dhe çka e rregullon namazin dhe kështu me radhë. Islami është shumë më i gjatë se kjo. Namazi është një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Agjërimi është një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Zekati, haxhi, urdhën të mirë, dalimi nga e keqja, xhihadi, edhe kështu prej shtyllave të Islamit. Janë shtylla prej shtyllave të Islamit. Mismo Islami është shumë më i gjatë. Çka është Islami? Islami është sistemi i jetës tonë. E pejgamberi sa sem po thot, thuj besova dhe pastaj qëndro. Kanë thënë dietarët, është një pjesë e Islamit që është obligative vazhdojshmëria dhe qëndrueshmëria në to. Dhe është një pjesë e Islamit që jo secili mundet me qenë i vazhdueshëm edhe i qëndrueshëm në veprimin e tyre. Apo thënë ndryshe, nuk ka mundësi kërkush me qenë i qëndrueshëm në një pjesë të Islamit. Si është një pjesë e Islamit të cilat janë bazat. Të cilat janë bazat. Tauhidi, namazi, agjërimi, zakati, haxhi, të bazat e fesë Allah s.w.t. Këtu nuk kena hapësirë na sa të kemi mundësi me vazhdue. Këtu duhet me vazhdu të jetën. Këtu e kemi obligative qëndrueshmërinë deri në fund. Dhe ka një pjesë tjetër
E legislacionit islam që nuk mundet askush, jashtë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me qenë i vazhdueshëm deri në fund. Për shembull, dhikri, leximi i Kuranit, edhe shumë punë tjera që janë prej punëve vullnetare. Te punët e vullnetare çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë Aliut radhiyallahu anhu dhe sahabëve se didu wa qaribu. Mundohuni të jeni preciz. Mundohuni kur të gjuni shigjetën, ta rokni cakun. Mundohuni ta goditni cakun. E në qëse së mundeni cakun, qaribu, afrojuni. Qëse së mundeni me godit cakun, afrojuni. Qëse së mundesh me ba të nditën dhikër, ban pak dhikër, ban dhikër gjatë ditës. Qëse së mundesh me i falë krejt sunetit, falë diçka prej suneteve. Mundo krejt me i falë. Mi po qëse së mundesh, afroju, qaribu, mundoju mu afruje. Kjo për çfarë punësh? A mundej me thonë këtu meselet e tauhidit? A mundej me thonë këshiren qëse nuk e besën Allah që është duhet? Pak, beso, bile dyqysh beso. A mundej me thonë kështu? Nuk mundej me thonë kështu. Qëse nuk e njeh Allahun bashkë si duhet, pak me njoft. Këtu duhet me njoft Allahun. Këtu s'kena hapësirë na me u afru. Këtu duhet cakun me godit. Namazin, si mos mush me fal namazin, krejt pa e najher falu. Jo du të mu falë, krejt mu falë. Mi falë pesko, mi falë. Agjeri Ramazanit, qofse s'do me e falë, po najher falë. Jo du të me e falë, se kjo është shtyllë islamit. Këtu nuk ka hapësir për me afru, këtu duhet me rukë cakon. Edhe ka shumë pun tjera, të cilat nuk mundemi me qenë të vazhdueshëm si për neve. E çka du të me ba? Duhet me u afru, duhet me u mundu me godit cakun, qëse s'mundemi duhet me u mundu me u afru, edhe me boj istikfar Allahun, subhanahu wa ta'ala. Pra Islami është sistem të cilën Allahu e ka shpallë për neve, që na me jetu jetën tonë. Ai njeri i cili don me jetu jetën e ti me një sistem tjetër jashtë Islamit, ati lej ju këbele min, prej ti nuk ka mu pranue, për shkak se nuk o legjitime. Tjetër, ai i cili don me jetu jetën, pak me sistemin e Allahut, pak me sistemin e shejtanit, edhe prej këti s'ka mu ju pranu. Ka mu pranu vetëm prej ati i cili mundohet ta realizon dhe tjeton si pas sistemi të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga këtë definicion, themi se të gjithë ata të cilët mundohen që në përmjet sistemi demokratik, që në përmjet zgjedhjeve demokratike, që në përmjet gjykimit të tagutit, që në përmjet ndihmimit, proklamimit, investimit për tagutin dhe për sistemin e tagutit, mundohen të realizojnë një të mirë prej të mirave të muslimanve, në thojza për thamë të mirë, dhe mundohen të arrinë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, dhe u themi kështu, prej këtyre njerëzve nuk ka mu pranu të Allahu, dhe ata në botën tjetër të tjenë prej të shkatruarve. Pse? Për shkak se Allahu po thotë, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, ai i cili synon, ai i cili ka për qëllim një din, çka tham çka është dini? Një sistem, një mënyrë të jetuarit, një metodologji, një menheq të jetës, pos Islamit, prej ti nuk do të pranohet dhe ai në botën tjetër do të jetë prej të shkatruarve. Me këtë ajet kuranor, me e marrë me vete, edhe me këshyr gjendjen e atyre të cilëve janë mundu që në përmjet sistemit demokratik apo komunist me bo diçka mirë për Islamin, kena me po që janë shkatru edhe në këtë dunja para botës tjetër. Dhe kena me po rezultatin, jo 0, po minus 0. Dhe kena me po zhgënjimin, koeficienti ka mri shumë nalt. Pse? Se s'ka në rritë kur gjanë. Nuk jam duke fol në përmasat e qytetit apo shtetit ku na jetojna. Jam duke fol në përmasat të globale kështu.
ata të cilët me demokraci janë mundu me bëu diçka mirë për Islamin. Kanë bëu keq për Islamin, janë zhgënjur këtë botë, janë shkatruar këtë botë para botës tjetër. Kemi rastin e Egjiptit edhe shumë raste tjera. E Egjiptit është më e freskët para 10 apo 12 viteve. Që e kanë marrë komplet pushtetin me pretendimin e zbatimit të shariatit dhe pastaj nuk ju mundësua atyre as një vjet ta mbajnë pushtetin, ju murë pushtetit për tyre, u zhgënjën këtë botë, u burgosën, u vranë, u ekzekutun dhe kur gjonë. Krejt ajo kauza gjysë shekulli e ma tepër për një vjet ose ma pak shkoj hoq komplet. Pse shkoj hoq komplet? Për shkak se nuk pranohet për tyre. Edhe ata në botën tjetër janë të shkatruar. Allahu na ruajt. Ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon gjendja e tij se sa të kujdesshëm kanë qenë sahabët që të mësojnë ndonjë fjalë, ndonjë vepër, ndonjë këshill nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e me të cilën kanë më shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe shu ka qenë gjendja e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dim rastin sahabijut në luftën e Bedrit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ngrituni për në xhenet xhelosia e cilët është toka dhe qielli, është përgatitur për të devotshmit. Ky sahabi tha bakhin. Në kuptimin e fjalës në gjuhën tonë, wow, shumë e madhe, ekstrem. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma hamalaka ala hadha al-qawl, au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka të bani me thon këtë fjalë? Pse e thave kështu? Tha ja Rasulullah, shpresoj me qenë prej banorëve të xhenetit, shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ti je prej banorëve të xhenetit. Edhe i mor do hurma me i hangër. Disa hurma me një grusht. Dorën më të madhe ta kish pas, 15 hurma kish me qenë. Po tham, supozimish. Sa të merr komi hanga të hurma. Tha me të vërtetë është jetë shumë e gjatë derisa ti ha këto hurma kompletone. Shumë gjatë është. Sa është gjatë kjo? Ju ka duk 5 minuta, 10 minuta gjatë. I ka hedh hurma në tokë edhe ka nxitu me njëherë për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë shanca të cilat Allahu u amundson dikujna. E kur vjen kjo shancë, nuk duhet me thonë, jo, ka me e prit që shfrytëzimin e kësaj shance ta bëj ditën e hanë data i pari. Dita e hanë, data i pari i bjen një herë në vjet, një herë në 3 vjet, ku i të shqybjen? Rralli bjen dhe njerë. Besimtarë s'me qenë kështu, me të parin të hanën. Besimtari kur të dëgjon hadithin, ajetin, këshillën, udhëzimin, nxitjen, me njëherë. Pejgamberi s.a.s. flet me njëherë, tha jeta është shumë e gjatë, u vërsul, edhe ishtë prej shahidëve të parë në luftën e Bedrit. E ky sahabi i tha, më trego diçka që s'ka me pas nevojë me vetë kanë tjetër, pas teje. I tha, thuaj besova në Allahun, pastaj qëndro. Besimi në Allahun subhanahu wa taala është bindje, po besim me zemër, shqiptim me gjuhë edhe veprim me gjymtyr. Këto janë pjesë përbërëse të besimit në Allah. Me besu me zemër, me shqiptu me gjuhë edhe me vepru me gjymtyr. Në qoftë se mungon njëna, mungon imani. Në qoftë se mungon njëna, mungon imani. Dhe kufri nga ana tjetër mundet me qenë veç me zemër, mundet me qenë veç me gjuhë, mundet me qenë veç me gjymtyr. Dhe mundet me qenë kombinim i këtyre trijave. Dikush e ka me zemër, me gjuhë, me gjymtyr, dikush e ka veç me zemër, munafikat. Kjo është kufri. Imani, pjesë përbërëse të imanit është besimi me zemër, shqiptimi me gjuhë, edhe veprimi me gjymtyr. Te fjala e pejgamberit sa kur ka thënë thuaj besova në Allahun, mos mendon njëri prej neve që në qoftë se na themi kështu, besova në Allahun, edhe u kry puna. Besova në Allahun edhe u kry puna. Jo.
Besova në Allahun, do në me thonë, edhe qëndrueshmëria në të, do në me thonë realizimi komplet fejse Allah s.w.t. me detalizimin që ja dhash parzit. Prej bazave dhe degëve. Te bazat pa tjetër me realizu, te degët më mundur maksimum, sa të kemi mundësi me bo prej punve të mira, prej punve vullnetare. Qa dhe me thonë el-istikame, qëndrueshmëri. Qëndrueshmëria në aspektin gjuhësor është e kundërta e kthesave. Qëndrueshmëria dhe me thonë rruga e drejtë. El-istikame në aspektin gjuhësor dhe me thonë drejt diçka, që është e kundërta e kthesave, në djathë majtë. Në aspektin terminologjik, do në me thonë el-muhafadhatu ala fi'li ta'ati dhahira wal batina fi jami'i al-amakini wal awqati wa tarki al-mukhalafati. Qëndrueshmëri në aspektin terminologjik do në me thonë ruajtja, kujdesi i realizimit të urdhrave të jashtme që shifen apo të brendshme, prej veprave të jashtme apo të brendshme, në të gjitha kohrat dhe në të gjitha vendet, dhe braktisja e mëkateve. Kujdesi ndaj urdhnave të Allahut, realizimit të urdhnave të Allahut. Ku do qofshim na? Çfarë do vendi qofshim? Në çfarë do kohë qofshim? Që mos më thonë dikush, po tamam, unë kam bëu musliman të shtëpia, kur dan sokak e di vetë që shitoj. Jo. Edhe në shtëpi, edhe në rrugë. Tamam, unë jam i mirë këtu te vendi jam, kur dal jashtë vendit tim, liron apo. Jo, edhe në vendin tan, edhe jashtë vendit tan. Unë në sabah kam qenë i mirë, në mbrëmje e di vetë. Jo, edhe në sabah edhe në mbrëmje. Në çdo kohë, në çdo vend. Me qenë të kujdesshëm në realizimin e urdhave të Allahut dhe me u largu dhe mi braktis haramet. Apo kanë thonë qëndrueshmëria do në me thonë pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke u zbukuru me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo kanë thonë la yakhtaru al-abdu ala Allahi shay'a wal muradu al-istislamu at-tammu lillahi wa tarku at-taqdimi bayna yadayhi. Qëndrueshmëria kanë thonë do të më thonë që mos me pas drejt njeriu me zgjedh diçka para Allahit. Allah i thot diçka, ti me pas mundësi me zgjedh. Qëndrueshmëria në Islam do të më thonë që ti mos me ja dhon të drejtën vetes tënde me zgjedh. Po çka me bë? El-istislamu tam. Dorëzim i plot, robërim për Allahun subhanallahu. Dorëzim dhe robërim i plot për Allahun. Çfarë tham? Tham këtë punë secili mundet me bë. Në punë vullnetare, të punë obligative duhet secili me bë. Ama në punë vullnetare shumë sende kanë Kur'an dhe Sunet. E jo se cili mund me bë. Çka duhet me bë na për së njerë? Në qoftë se nuk godasim cakun, duhet të afrohemi dhe të bëjmë istighfar Allahun subhanahu wa taala. Dhe kanë thonë, thot Imam Taberiu, wa kullu haidin an qasdi sabili wa salikin ghayr al-manhaj al-qawim fadallun inda al-arabi. Çdo njeri i cili anon largohet prej rrugës së drejtë, ky njeri apo për metodologjisë së drejtë, ky njeri është i devijuar tek arabët dhe për këtë shkak janë etiketuar, janë emërtuar të krishterët si të devijuar. Pse? Kanë dalë prej rrugës së drejtë. Thotë Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, el-istiqamatu diddu at-tughyani. Qëndrueshmëria do të thonë mos me kalu kufit. Qëndrueshmëria do të thonë mos me kalu mexhën. Mos me prek vjen e kuqe. Mundesh me afru vjen e kuqe, po mos me prek. Edhe pse Allahu xhela xhelaluhu dhe pejgamberi sa na ka mësuar që edhe mos më afru sa ai që afrohet ka shansa me radhë. Delet që afrohen te mexhja, mundë me dal mexhët këshis. E shkon me mot çobani, do të më rujt as mos më afru. Ai Ibrahimi Allahu më shroft thot, qëndrueshmëria do të thonë mos me teprue, mos me kalu kufinin në çdo send. Në çdo send.
mos me kalu kufinin në shikim, në dëgjim, të folur, në brejkje, në ecje, në adhurim, në pasim, në nështrim, në gjykim, raport me njerëz, raport me Allah, raport me veten, edhe kështu me radhë. Në çdo send me qëndru në kufi. E kufit kush ne ka caktuar neve? Kufit ne ka caktuar na, neve besimtarve, kufit na i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe besimtari është i kujdesshëm vetëm për kufit e Allahut. Dhe nuk e ka derë për kufit e të tjerë që i kanë vendosur. Neve në intereson kufini, media, vija e kuqe që Allahu e ka vendosur. Këtë vijë me sa shkelje. Kjo në intereson neve, se për këtë kena mërë llogarit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Umar ibn Khattabi radiallahu anhu, al-istiqame, qëndrueshmëria, do në me thanë me qenë i qëndrueshëm në realizimin e urdhnave dhe largimin prej ndalesave. Qëndrueshmëria do me thanë, jo veç një saat me ullë shikimin, po me ullë shikimin ta njëta. Qëndrueshmëria do me thonë, jo veç një sahat mësë më bu gibet, po ta njëjtë mësë më bu gibet. Qëndrueshmëria do me thonë, jo veç një kohë caktume me qenë i mirë, po ta njëjtë me qenë i mirë. Jo vetëm një vend prej vende me qenë me moral të mirë, po në çdo vend me qenë me moral të mirë. Kjo është qëndrueshmëria. Vazhdoshmëria në realizimin e urdhnave dhe largimin prej ndalesave, thot wala Raugan e thaalib. Thot dhe mos mu livrit, mos mu pështel, së kur pështelja e gjarpnit. Po më koni drejt, mos mu shku gjarpnit. Herë kështu, edhe ndryshon likurën edhe kështu më radhë. Jo, i njëjti me qenë. Që me qenë i njëjti me qenë në parimet e fejse Allah s.w.t. dhe në vazhdoshmëri mu mundue me ingrit punë të mira të vetja jote. Tha Aliu radiallahu anhu dhe Ibn Abbasi, al-istiqame do në me thonë addul fara'id, me i realizu farzet. Ka thonë Uthman ibn Affan radiallahu anhu, istiqamu akhlasul amalillah. Qëndrueshmëri e ka për qëllim veprat i kanë bë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Abbasi radiallahu anhu, te fjala Allahut kur Allahu i shpalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw." Bëhu i qëndrueshëm në atë që je urdhëru ti dhe ata që u penduan me ty dhe mos i kaloni kufit. Thot Ibn Abbasi: "Ma nazala ala rasuli fi jami'il Qur'ani ayatun kama kanët ashadda wala ashaqqa alayhi min hadhihi al-aya." Prej krejt Kur'anit nuk ka ndonjë ajet që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më i rëndë se kjo ajet. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka zbrit me këtë ajet është argumentuar diçka. Ka thënë më kanë thinjur surja Hud dhe motrat e saj. Dhe pastaj ka lexuar këtë ajet. Në surën Hud Allahu i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe neve histori dhe ngjarjet e pejgamberëve të mëhershëm. Dhe pastaj aty ka fundi i surës Allahu i thot: "Fastaqim kama umirta." Bëhu i qëndrueshëm në atë që i urdhënu. Me qëndru me një mendim, me një vepër, me një pozicion, një ditë, një javë, një vjetë, po edhe disa vjetë, nuk ka problem. Bëjnë sabër njerëzi. Mirë pa ajo që kërkohet për neve është me qëndru ta njëjta. Ka shumë prej të devijuarve kur dojnë me fol në mënyrë poshtruese për dikam prej besimtarëve që kanë qëndruar në parimet islame ta njëjtën, thonë Allah s'e bë update të hiç. Kanë mejt Allah para 30 vjetë kanë mejt. Kësi fjallë flasë. Njerëz e devijimit, që mendojnë që kanë mri shumë lartë dikon. Besimin a Allahun, zbatimi shariatit, urrejtja e sistemeve tjera jashtë sistemit Allahut subhanahu wa taala. Mundimi
apo përpjekja për të realizuar fjalën e Allahut në jetën tonë të përditshme, nuk ka nevojë për update. Besimi në Allahun, njohja e Allahut. Çfarë njohja është? Çuçi ka njohur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe besimtarët ashtu e njohin sot Allah. S'ka diçka të re. Çaj Allah, çaj Zot është. Çaj Kur'an është. Në punë vullnetare ka mundsi njeriu më avancuar, po punë vullnetare shumë. Mirë po në bazat e fesë. Këtu s'ka update. Çaja është. Inil hukmu illa lillah. Nuk I takon gjykimi, vendimi dikujt tjetër pas Allah. Këtu s'ka update. S'ka çka më bën këtu. S'ka çka më bën diçka të re. Kjo është. Vendimi takon Allahut. Ai që na cakton neve, halalin, haramin, është Allah, këtu s'ka hapësirë për update. Wallahi, I kemi ndëgju dhe I ndëgjojmë të fjalë. Për njerëz të cilët deri dje kanë qenë a partijak, dhe thashë ambo shumë partijak në sisteme demokratike dhe kështu me radhë. Këtë e shohin. E pejgamberi se çka tha? Thuaj besoa në Allahun dhe qëndro. Po na jena të para 50 vjetë, që të njëjtë. Na nuk jemi të para 50 vjetëve. Na jena të para 1447 vjetëve. Për atëherë na. Që e njëjta është. Që thirrja është e njëjta. Këto parimet janë të njëjta. Këto baza janë të njëjta. Edhe punët vullnetare janë të njëjta, veç puna kush ban më shumë më pak. Se puna është e njëjta, çfarë puna është? Nuk del, nuk mundet me bëu ndonjë punë vullnetare që s'ka ekzistuar më herët. Çfarë punë janë? Çfarë ti sillën punë vullnetare? Puna është kush ban dhe kush nuk ban. Ama bazat janë të njëjta. Ibn Abbas I tha, nuk I ka zbrit dhe një ajet më I rand pejgamberi se çka ajet. Çish ka thot Haseni, Allahu më shirof. Thot لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا. Kur ka zbrit çka ajet, fastaqim kama umirt, bahu I qëndrushëm, që shë urdhnu, në atë që e urdhnu, I përveli krahët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk u pa duke qeshmë. Pse? Se ç'është serioze. S'ka vakt muhabeti më. S'ka vakt hajgare më. Pse? Se duhet me qenë të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm në atë që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Thonë dietarët, për këtë çka është të thonë, qëndrueshmëria është më e mirë se sa 1000 keramete. Dikush për neve ka qef me e po dikan që ka keramet, që ka evlijat Allah. Që në më thonë keramet, diçka që Allahu ja jep dikujna, edhe qonë dikan për umitë të pejgamberit sësem. Pejgamber kanë pas mugjize, besimtar kanë keramete. Për shembull, Abdullah ibn Bari ka qenë njëri që ka pas keramet. Farë kerameti? E ka bu dua Allah, në Allah ka përgjigj me njerë. Ka qenë duke ecë në Bagdad, edhe rrugës ka qenë një I verbër. Dhe I kanë thonë, Abdullah ibn Barik është prezent tu. Është afru të imami, I ka thonë, a e lutë Allahun që Allah të më kthej shikimin? Abdullah ibn Barik I ka lutë Allahun subhanallah. Por si e ka lutë Allahun subhanallah, Abdullah ibn Bariku, Allahu këti personi ja ka kthej shikimin, që kjo keramet. Edhe në gjarët të shumëta, prej kerameteve të ndryshme, I ka hi plumi, midis zemrës, I ka dalë në tanë, se ka gjithë kur gjonë, s'ka dhe, I ka hi në truni, I ka dalë truni për jashtë, ka mledhe nga shumë. Këto janë kerametet që I shofin njerës. Kanë thonë djetartë, që ndryshmëria në rrugën e vërtetë është më e mirë sa 1000 keramete. Në qoftë se do dikush me pa keramet, të njerëzit këshire dikan që ka qëndru në rrugën e Allah s.w.t. ta njëjtë. Dikush që ka fillu dhe ka mbaru në qëndërshmëri dhe në besnikri nda Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që keramet vetë është. Bile kjo është keramet më I mirë se sa 1000 keramete. Tha Ibn Taymiyyah Allahu më shiroft, a'zamu keramatin luzumul istiqame. Kerameti më I madh është vazhdimshmëria, qëndrueshmëria në fenë Allah subhanahu wa taala. Kerameti më I madh është qëndrueshmëria në fenë Allah subhanahu wa taala. Na themi posaçërisht në zamanin tonë. Posaçërisht në zamanin tonë. E kemi cek disa apo thirrsa, njerëz të thjesht, të xhamijave, të cilat kanë pas mendime, të cilat kanë pas qëndrime dhe mendime për çështën e demokracisë,
dhe për çështjen e këtë çështje kanë bënë me sistemin bashkëkohor, se janë vepra të kufrit, të shirku dhe nuk lejohet besimtari me u fut në këto sisteme edhe kështu me radhë. Sot i shohim argatët më të mëdhenj të këtij sisteme. Të njëjtit që dje kanë thënë që kjo vepër është e shirkut, e kufrit, bëhesh i jo musliman, del prej feje, nëse përfshihesh në këtë sistem, sot të njëjtit i ke argatët më të mëdhenj të këtij sistemi. E a ka keramet më të madh se kur e shef një musliman i cili para 30 vjetëve ka qenë doslar me këto njerëz, e sot nuk është me këto njerëz, ka qëndruar rrugën e Allahut, këto kanë dalë mu bë argat shejtanit, jo argat fejs Allah. A ka njëri me keramet më të madh se ç'i keramet që ka mundsuar Allahu të njeriu me të ndonjë fenë Allahu subhanahu wa taala, Allah i mundson besimtar me çun deri në fund në fenë Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim Allah më shëroft, realiteti i kerametit është el qiyamu bayna yaday Allahi ala haqiqati as-sidq, me qëndru para Allahu subhanahu wa taala me besnikëri, me realizim të premtimit. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأثوال والأحوال والنيات. Qëndrueshmëria i përfshin fjalët, veprat, gjendjet, niyetet. Fjalë, vepra, gjendje edhe niyete. Fal-istiqamatu fiha, istiqamja, qëndrueshmëria në këtë është me qenë për Allahun, me Allahun, në rrugën e Allahut, në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadith e kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se ka thonë inna ad-dina yusrun, feja është e lehtë. Nuk mundohet dikush me shtëngu fejnë vetë se feja ka me mujt ata. Ka me mujt ata. Pastaj ka thonë fasaddidu wa qaribu. Mundohuni me godit cakun, e nëse s'keni mundësi, afrojuni. Kjo për çka ka të bëjë? Kjo ka të bëjë për punë të mira, për punë të vullnetare të mira. Mirë po bazat e fesë, njësimi i Allahut, njohja e Allahut, ligji i Allahut subhanahu wa taala. Këtu nuk ka hapësirë për afrim ose për diçka tjetër. Këtu duhet me godit cakun. Me 100% me besim ndaj Allahut subhanahu wa taala, me nështrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kanë thënë dietarët, qëndrueshmëria ndahet në 3 kategori: at-taqwimu, al-iqama, thumma al-istiqama. At-taqwim do të thonë me e përgatit shpirtin për përmirësimin e gjymtyrëve. Grada e parë, shkalla e parë, hapi i parë që do të bëjë njeriu është me e eduku veten e tij për përmirësimin e gjymtyrëve. E dyta, al-iqama, tahdhibul qulubi wa tathiruha min al-athati. Përmirësimi i zemrës. Përmirësimi i zemrës dhe pastrimi i saj prej mangësive. Me çka e pasu zemrën? Me ushu kardio, me të forta. Jo, me pasu zemrën prej cilësive të këqija. Dhe me pasu zemrën me cilësi të mira. Për shkak se zemra është komandanti. Në qoftë se komandanti është si duhet, edhe ushtarët janë si duhet. Në qoftë se komandanti është problem, edhe ushtarët janë problem. Zemra është komandanti i trupit, gjymtyrët janë ushtarët. Gjymtyrët nuk bëjnë kurrë tjetër jashtë asaj që është në zemër, në bazën e tyre. Wal istiqamatu, dhe pastaj është vazhdimëria dhe qëndrueshmëria në fjalë, në vepra, dhe të gjitha këto me i bë sipas peshorës së Allahut subhanahu wa taala dhe peshorës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah të na mëson të qëndrueshëm në fenë e tij. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.